Mbrëmja e dieshme ishte diçka mjaft speciale në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Me shumicë votash, publiku vendosi të rikthehej Glitako në shtëpinë më të famshme. Këngëtarja e eliminuar më herët nga gara kërkoi një shans të dytë për të luftuar për çmimin e madh, i cili tani do të jetë i përgjysmuar dhe për të rikthyer, siç tha ajo, dinjitetin e saj në vend. Por duket se jo të gjithë e kanë pritur mirë këtë rikthim. Brenda vetëm 12 orësh pas hyrjes së saj, Egli ka humbur rreth 10.000 ndjekës në Instagram, duke rënë nga 353.000 në 343.000. Ky detaj është vënë nga fansat e saj, teksa një zëri janë të mendimit se Egli nuk duhet të rifutej në shtëpi, sepse dinjitetin e saj mund ta fitonte në shumë mënyra të tjera. Pasi u fut në shtëpi, ajo e përqafoi mjaft ftohtë gjestin, si për t'i treguar se gjithçka tani më do të jetë ndryshe. Se si do të vazhdoj lidhja e tyre, na mbetet vetëm të presim në ditët në vazhdim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.